Bëhuni gati, adhurues të animacionit. Sot po drejtohemi drejt një xhungle ku mbijetesa është I vetmi ligj që ka rëndësi. Para se të fillojmë, shtypni butonin subscribe dhe ndajeni këtë video me një mik që ta shijoni së bashku. Gati? Le të zgjytemi në histori. Historia fillon me një katastrofë tmerruese në mes Oqeanit Atlantik. Një anije masive përfshihet nga flakët që ulërin, duke ndriçuar qiellin e zi të natës. Mes kaosit, një çift I ri arrin të lëshojnë një varg të vogël shpëtimi në ujin e ngrirë. Në krahet e tyre, ata mbajnë fort zotrimin e tyre më të çmuar, djalin e tyre foshnjë. Pas ditësh të tëra lundrimi në diellin përvolues, pa ushqim dhe pa ujë, rrymat më në fund I nxjerrin në bregun e një ishulli të dendur dhe të pa eksploruar në brigjet e Afrikës. Duke kuptuar se xhungla është e mbërshiur me grabitar, babai fillon menjëherë punën. Duke përdorur dru të mbledhur nga mbetjet e anijes dhe litar të grizur, ai ndërton një shtëpi të pabesueshme mbi pemë, lart mbi tokë, të projektuar për të mbajtur familjen e tij të sigurt nga rreziqet që fshihen poshtë. Një natë, ndërsa pylli është në një heshtje rrëqethse, një leopard I vegër me sy që shkëlqejnë zbulon strehën e tyre. Brenda pak minutash, jetët e prindërve marrin një fund tragjik, duke e lënë foshnjën krejtësisht të vetme në krevatin e tij të druri. Jo shumë larg andej, një koloni primatësh po përjeton pikëllimin e saj. Një nën primate sapo ka humbur foshnjën e saj biologjike nga I njëjti leopard. Kur dëgjon klithmat e mbytura që vijnë nga shtëpia mbi pemë, instinktet e saj amtare e shtyn të hetoj. Brenda, ajo gjen një krijesë të huaj, pa qime, që nuk ngjan as pak me lojën e saj. Pikërisht kur ajo e merr në krah, leopardi I rishfaqet për të përfunduar gjuetin e tij. Por nëna primate lufton me një tërbim të papritur, duke shpëtuar në lartësi të pemëve me djalin e shtrënguar pas gjoksit. Kur ajo e prezanton djalin para kolonisë së saj, reagimi I liderit të tyre, një alfa I fuqishëm I quajtur Kerçak, është I ftohtë dhe armiqësor. Ai e sheh si një anomali, një kërcënim potencial që nuk I përket botës tyre. Pavarësisht urdhrave të tij për të braktisur fëmijën, nëna, Kalla, vendos të sfidoj ligjet e xhunglës dhe e rrit atë si djalin e saj. Me kalimin e viteve, djali përballet me sfida të mëdha. Ai e kupton shpejt se ndërtimi I tij fizik nuk mund të konkurojë me forcën e papërpunuar të vëllezërve të tij majmun. Sa herë që bëjnë gara nëpër pemë, ai mbetet pas. Por ky disavantazh fizik bëhet motivimi I tij më I madh. Ai fillon të studiojë fizikën e xhunglës, mëson të rrëshqit në përdeg të myshkur, sikur të ishte mbi një dërras surfi, duke përdorur hovin dhe ekuilibrin në vend të muskujve të pastër. Për të mbrojtur veten, ai krijon mjetin e tij të parë, një hesht druri të mprehur me shkëmbinj. Momenti I triumfit të tij vjen kur leopardi I vjetër sulmon përsëri koloninë. Duke përdorur një kombinim të inteligjencës njerëzore dhe agjilitetit të xhunglës, ai e tejkalon dhe e mbosht bishën, duke fituar më në fund respektin e alfas dhe të gjithë familjes tyre. Paqja e jetës së tij tronditet papritur nga një tingull që xhungla nuk e ka dëgjuar më parë, krisma e një arme zjarri. Një ekspedit britanike ka zbritur në ishull. Grupi udhëheqet nga një profesor eksentrik, obseduar pas studimeve, dhe vajza e tij kurioze, Janie. Ata shoqërohen nga një udhërëfyes I armatosur rënd me quajtur Clayton, që fshih qëllime të errta në uniformën e tij. Djali I xhunglës I vëzhgon ata nga hijet, I magnituar nga rreshjet e tyre të huaja dhe mënyra se si komunikojnë. Kur Janie ndahet nga grupi dhe rrethohet nga një tuf babunjësh agresiv, djali ndërhyn me shpejtësi rrëfeje. Ai lëkundet në ajër, e rrëmben atë nga rreziku dhe tërhiqet në sigurinë e degëve të larta. Atje, në një moment heshtjeje, ai vëre një gjë tronditëse. Duart e tyre janë pothuajse identike. Ai vendos dorën e tij në anën e saj dhe e kupton se nuk është një majmun I çuditshëm, por një krijesë njerëzore. Gjatë viteve në vazhdim, ai viziton kampin e tyre çdo ditë. Janie bëhet mësuesja e tij, duke I treguar botën përmes fotografive të projektuara në një ekran të improvizuar. Ai mëson të flasë, zbulon konceptin e qytetërimit dhe përjeton emocione që nuk e dinte se ekzistonin. Megjithatë, kjo lidhje krijon një përçarje në familjen e tij të xhunglës. Kerçak e paralajmëron se njerëzit zjelin vetëm dëshkartim, por djali është verbuar nga dëshira për të përkisur atyre. Kjo dobësi shfrytëzohet nga Claytoni, I cili e mashtron djalin duke e besuar se Janie do të shndërrojë në ishull vetëm nëse ai u tregon ku fshihet kolonia e primatëve. I shtyr nga dashuria,
Ai pranon t'i çojë ata në vendet sekrete të folëzimit të familjes së tij. Tradhtia është e njehershme dhe dëshkartuese. Sapo mbërrin, Claytoni dhe mercenarët e tij nxjerrin në rrjetat dhe kafazet. Qëllimi i tyre vërtet nuk ishte kërkimi sa i skuar. Ata janë këtu për tregtinë ilegale të kafshëve të egra. Kerçak vrahet duke u përpjekur të mbrojë grupin, dhe Faji bie drejt për drejti pas djalit. Ai kapet dhe hidhet në një kafaz hekuri në anije, duke ndihur i poshtëruar dhe i tradhtuar nga lloji i tij. Por me ndihmën e miqve të tij të vjetër, një elefanti të tremshëm dhe një majmuni nezit, ai arrin të thyejë zinxhirët. Ai kthehet në xhungël me një tërbim të parahikueshëm, jo më si një njeri i qytetëruar, por si mbrojtësi vërtet i pyllit. Betejë fundore zhvillohet lart në kurorat e pemëve gjatë një stuhie të rëmbyshme me bubullima. Claytoni e gjuante atë me një pushk, por ai lëviz në mjegull dhe gjethe si një fantazëm. Ai nuk ka nevojë për plumbat, ai ka xhunglën në anën e tij. Gjatë një lufte të edhshme mes vreshtarëve të varura, Claytoni humbet mendjen dhe fillon të godas çdo gjë me një hançar. Në tërbimin e tij të verbër, ai nuk arrin të kuptojë se po pret pikërisht degët dhe litarët që e mbajnë pezull. Ai bie në humner, duke e mbyllur jetën e tij në një ironi tragjike. Me largimin e kërcënimit, anija e shpëtimit përgatitet për të kthyer në Angli. Janie dhe babai i saj janë në varkën e shpëtimit, gati për të kthyer në jetët e tyre të vjetra. Por në sekondin e fundit, duke parë djalin që shtëndron vetëm në breg, Janie e kupton se zemra e saj i përket atij dhe këtij parajse të egër. Ajo hidhet në ujë dhe noton mbrapsht, i ndjekur nga babai i saj. Filmi përfundon me të tretat ata të lëkunden në përpem, më në fund të lirë nga prangat e shoqërisë dhe zotërinë të fatit të tyre në zemër të Afrikës.